Të nderuar shikues, përshëndetje të përzemërta nga palestra Sezai Suroj në Prizren, ku bashk do të përcjellim duelin e parë çerek final në Kupën e Kosovës në mes të Bashkimit dhe Go Plus Pes. Dy rivalët e vjetër të basketbollit kosovar do të kërkojnë një vend në gjysmëfinale të këtij edicioni të Kupës. Sezai Suroj si vjet ka arritur 4 fitore e 2 humbje, ndërsa Pes i mysafire ka bilancë po ashtu ndjehet sikurse Bashkimi në përballjet pra në udhtim duke arritur 4 fitore pësuar 2 disfata. Po shohim në mënyrë grafike dhe peshët startuese. Topi është i pejanëve, aksioni i parë i ndeshjes. Dhe kjo koreografi e tifozëve Prizrenas është zakonshme, koreografia e arpazhikve të ndëruar shikues. Aizia Kozens, lëvizje të mira të tje, kërkon hapësirën Gjuan dhe shënon 3-0 për Prizren. Soni shpejti Pes, pasimi për Dardan Berishën, e cili Kozens. Çfarë asistimi mirë i tij. Pas tani po shohim këtë përpjekje të Kozens, 5 pikë të tij deri tash e Prizrenasve. Dardan Berisha nga distanca Gjuan. 15 sekonda luajë mbetur në çerekun e parë. Lejson Zeqirin nga pozita qendrore. Aksioni i pejanëve. Ja kjo gjuajtje. Kuadruar në lojë pikët e para të tij. Ja gabimi tani. Dhe shënon fletën. Ja po shohim këtë tem për të realizuar. Dhe është Kozens që përmirëson gjithçka dhe shënon 11 pikë nga Aizia Kozens, 22-16 e Hampton. 22-18. 55 sekonda, 30 të qintat. Kam mbetur lojë në këtë çerek të parë. Ja, ku është Aizia? Shorter. Shkon deri në fund dhe shënon 8+ për Bashkimin. Vamo, kësaj radhe mirë vepron duke shënuar. Dardan Berisha. Marrin topin Prizrenasit dhe Valon Bunjaku shkon deri në fund për të realizuar 32-20. Ndon kërcen për pasuar me njerë për Jordan Johnson, i cili shënon. Ja, tani Kozens bukur vepron Valon Bunjakun. Shorter. Bickerstaff, fantastik, arrin që të lirohet. Ezitoj që gjunte për 3 Dardan Berisha. 3 pikësh nga Dardani. Aizia Kozens. Ja kjo gjuajtje Kozens. Shorter nga pozita për 3 Gjuan. I sakt 12. Aizia Kozens për Lejk, i cili e krijon hapësirën dhe shënon me gabim personal. Dardan Berisha nga pozita qendrore Gjuan, treshe e Dardan Berishës. 13 pikë, 3 treshe të realizuara nga Dardan Berisha, i vetmi që ka qelluar nga distanca tek pejanët. Asistimi i Musa Malës. Kozens për Shorter për 2 pikë realizuara. Musa Mala depërton, shkon deri në fund dhe Hampton mirë, po fantastik në mbrojtje. Vitorët e Bashkimit dhe Kozens me super lëvizje. Musa Mala për 3 dhe treshja e Musa Malës. Jordan Johnson dhe ja tani nuk funksionon. Dhe i tentim për kombinim mirë, po në anën tjetër Shorter shpërthen duke realizuar 3 pikësh. Jordan Johnson arrin që të lirohet duke realizuar
Bukur atje. Vamu provon dhe është treshe ti. Bunjoku. Vamu provon është treshe ti. E dyta në këtë qerek. Green. Arti Hajdari. Arti Hajdari. Shënon treshe. Bunjoku. Bickerstaff atje. Fluturon për të mbyllur aksionin me ngulitje. 4 pike ekspresë dhe Çalës Prizrenase. Arti Hajdari. Treshe më në fund realizojnë nga distanca pejanët. Qfar pasimi mirë për Green, i cili shënon. 84-73, Bickerstaff shkon deri në fund duke shënuar pikën e tij. Arti Hajdari tenton nga distanca, nuk ka shënim. Mirë po Edwards aty. Zeqiri. Shorter. Provon nga distanca, realizon treshe. Asia Kozins, Shorter. Meriton Ismaili nga këndi dhe më në fund qëllon. Tentimi 2 për 3, pika 4 në përgjithësi, mirë po shënim edhe në anën tjetër. Dardan Berisha. Asia Kozins, ja tani Lejson Zeqiri në qasët e fundit Gjua nuk shënon, byllët përballja 96 me 90, pra Bashkimi fiton ndeshjen e parë qerek finale ndaj Go Plus Pes.